në luftën në gjirin persik midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Leturojmë që ky armpushim të shtrohet në një marrëveshje paqe të qëndrueshme për vendet dhe popujt e këtij rajoni, rajon siç faktohet i një rëndësie nevralgjike dhe strategjike për energjinë e botës. Lidhur me pasojat apo me situatën në Shqipëri të gjendjen e çmimit të naftës, pa diskutim që lufta e gjirit persik në Shqipëri dhe në mbar botën ka ndikuar në çmimin e naftës. Dhe pavarësisht nga marrëveshja e armpushimit e arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit, situata apo pasojat e krijuara nga bllokimi i ngushticës Hormuzit dhe goditja nga Irani, agresioni i tij ndaj vendeve të gjirit i impianteve më të mëdha të gazit dhe naftës, kërkojnë javë dhe muaj për të normalizuar.